Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në talkun ton, në emisionin A më dëgjon, në kanalin Monitor TV, për të ndarë sonte një intervistë ekskluzive, ndryshe nga herët e tjera, me një personazh që në fakt ka bërë rëmuj rrjetet sociale, do me thënë është përfolur në situata të ndryshme. Kemi patur lajme, tituj bombastik për të në forma të ndryshme që realisht edhe kemi filluar që të mendojmë se çfarë po ndodh me këtë njeri. Është një djalë i cili kur del për intervista gjithmonë shkakton tërmet. Ai pranoi që të jetë pjesë e emisionit A më dëgjon, të jep një intervistë ekskluzive për kanalin Monitor TV për të zbërthyer pak më shumë për jetën e tij, një jetë luksoze, makina luksoze, ora luksoze, vila gjigande. Do me thënë, të paktën ne si sy shqiptari nuk jemi mësuar që t'i shohim shumë në përditshmërinë tonë. Në një linjë të drejtë për drejtë nga Brukseli i bukur me mua është Fisnik Syla. Fisnik, faleminderit shumë që je në linjën me mua dhe që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje Tiron, faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem me juve. Të lutem. Unë e thash që duke u lumtuar për ty, duke shikuar për ty, më ka rënë në sy shumë tituj bombastik. Fisnik, pse janë këto tituj një fillimisht të të pyes? Çfarë ka ndodhur me ty më herët? Spari Tiron kisha pas dëshirë të uroj të marsin gjitha nënave dhe motrave shqiptare, sepse është një ditë e veçantë. Po shiqo, une nga njëherë edhe vetë thuj se çuditem kur të lexoj disa tituj, por nuk e di ç'a them për këtë gjë, sepse njeriu duke e njohur vetveten edhe rregullisht dhe habitet. Por unë gjithsesi gjitha portaleve, gjitha medjeve, gjitha televizioneve ja kam thënë gjithmonë, inshallah vetëm fitoni dhe ja bëj halal gjitha, por mos e teproni sepse nganjëherë edhe e teprojnë dhe eskalojnë. Por gjithsesi s'ke ç'a t'ju bësh. Unë këtu në shtetin ku jetoj, në shtet demokratik, domethënë ku është qendra e Evropës, Belgjika, Brukseli, mediat dhe portalet nuk mund të shkruajnë çfarë dojnë vetë sepse tu ka ligj dhe ka shtet. Fatkeqësisht na në Kosovë, në Shqipëri nuk ekziston akoma ligji si duhet për mediat. Shpresojmë që në të ardhmen të ndodhë kjo gjë. Fisnik, shumë njerëz thonë se jeta që në fakt ti tregon në për rrjetet sociale, në Instagram më së shumti, është më shumë show se sa është realitet. Tani më thuaj, sa nga luksi që ne e shohim është real dhe sa është një imazh vetëm për rrjetet sociale? Që unë pikë pari kur të bëjnë ndonjë story apo ndonjë publikim në për rrjetet e mia sociale, nuk e bëj as pak për me u lavdu. Kështu që unë gjithmonë kështu e kam pas jetën dhe kështu e bëj, edhe nuk kam qam shefi, as edhe i lloj gjëje, sepse unë çdo biznes që e kam legale këtu në Belgjik, domethënë ku jetoj me familjen time që 28 vite, kështu që gjithçka që e shihni është 100% shumë reale. Po mirë, tani ti ke publikuar edhe makina shumë të shtrenjta, sepse unë kapem te këto pjesët nga që publiku gjithmonë ka qenë i fokusuar te këto gjëra, pasuria e Fisnikut, makinat e Fisnikut. A ka ndonjë makinë që e ke bler vetëm për të treguar statusin tënd, sepse kështu komentesh në fakt më ka rënë në sy? Jo, as pak, kur as edhe një herë nuk kam bler asnjë lloj makine për me tregu statusin tim, me tregu drejtën, unë domethënë makina kam vozit prej moshës 18 vjeç kur i kam pas, kur kam marrë patentën për herë të parë. Dhe normalisht si çdo i ri kemi pas qef me pas makina të mira, të shtrejta, po tani me të drejtën kam makina domethënë shumë modeste, komode që janë për familje, si që janë Volvo ose këto gjëra, kështu që asnjëherë kurrë në jetë për me u ekspozu ose diçka lloj tjetër. Thjesht për çefin tim. Në fakt, këto janë, do me thënë, deklaratat e tua që jep për jetën luksoze, për shumicën janë thjesht një ëndër, dhe kur flasim për këto pasuritë e tua, unë dua njëherë të të bëj një pyetje se si rrjedhin bizneset e tua, mund të ma saktësosh apo konkretizosh se me çfarë biznese merresh konkretisht që ta sqarojmë dhe publikun? Po, shiqo Tiron, ne domethënë këtu në Belgjik jetojmë që 28 vite me familjen tonë.
Dhe kur kemi ardhur këtu, domethënë familja ka fillu me njëherë të punoj me gastronomi, me hoteleri. Dhe domethënë ne kemi si lloj trashëgimie prej familjes, unë dhe vllau, prej se jam prindrit tu domethënë që 28 vite. Dhe ne kemi një rrjet lokale me gastronomi, kemi domethënë restorane, kafe, bars, si lloj gjëje, edhe por ne kemi shku gjithmonë të zgjeru biznesin, domethënë e kemi majt dhe kemi shku duke e zgjeru. Dhe që 28 vite pothuajse prej se familja këtu në Belgjik gjithmonë me këtu lloj gjëje i na marr. Aktualisht edhe tani që flet me mua je në biznesin tënd të ri që e ke hapur, me sa e kuptoj. Po, shumë e vërtet, jemi këtu në lokalin e ri ku e kam hapur për momentin, edhe u bëhemi gati për verë, u bëhemi gati të marrëm edhe disa lokale tjera që ta zgjerojmë biznesin dhe të punojmë. Ma thua dot cila është dhurata më e kushtueshme që e ke bler? Dua ta dëgjoj nga ana jote. Dhurata më e shtrenjtë, po muj me thonë që e kalon 200.000 euro sigur. 200.000 euro nga qenë për vete apo ka qenë për ndonjë femër? Ka qenë për vete. Shiqo, tani kur je me një lidhje serioze, ato gjëra nuk ndahen, domethënë jeni bashkë edhe besoj që janë për të dytë. Ti e ke bler dhe për vete dhe për atë. Po, kush ka qenë kjo fatlumja apo se bën publike? Jo, nuk kam qef ceki emra sepse Patjetër. Fisnik, private. tani le të jemi pak më të sinqert. Dua ta ndëgjoj vetë nga goja jote. Femrat afrohen për fisnikun apo afrohen për paratë e fisnikut? Shiqo, në ditë sotit jemi fatkeqësisht me një kush shumë të keqe që njerëzit afrohen ndoshta më shumë për gjërat që i ke, sepse për njeri që je. Por unë ato gjëra i brej shumë shpejt, kështu që domethënë me provojën e jetës, me gjërat e jetës, i shef ato gjëra dhe e din. Por njerëzit që më njohin nga afër e din shumë mirë se si jam unë në jetën time private, domethënë rrethi im i ngushtë, edhe kur ta shohin edhe njerëz nga afër që çfarë njeriu jam edhe habiten edhe ndoshta afrohen për njeriu që jam më shumë. Ndoshta pasionohen, do të thuash, pas teje. Po. Tani, ka shumë zëra që thonë se paratë e mëdha, kur flasim për çmime kaq madhore, 200.000 euro një dhuratë, nuk bëhen me biznese normale, por do me thënë bëhen me gjëra të tjera, do me thënë ato dyshojnë për mënyrën se si ti i fiton lekët. Çfarë do t'ju thuash këtyre? Shiko, thashë themeve nuk mundesh me ndalu kur asnjëherë, por unë si se ceka, unë që 28 vite jetoj me një shtet sovran, me një shtet në Evropë ku është gjithçka e sigurt, si këtu në Belgjik, dhe ne gjitha i kemi me njerëz, ne miremi domethënë me patundshmëri, me familjen, domethënë me objektet maja, kështu që gjitha bizneset që i kam, unë i kam gjitha legale, i kam këtu në Belgjik, sepse këtu nuk mundesh me bo as edhe i lloj gjëje, domethënë jashtë ligjit, sepse këtu funksionon ligji. Dhe thashë themet s'uni nal asnjëherë, po ne gjitha i kemi legale, gjitha bizneset i kam shumë transparente. A ke patur ndonjëherë probleme me ligjin për pasurinë, të cilën ti edhe e reklamon në fakt, sepse ke bërë edhe publike një çantë me para që në fakt më pas konstatoi që, apo të paktën ashtu u tha që nuk ishte çanta e juaj, ishin ca zëra që fliteshin atë kohë. Shiqo, probleme jo, por kontrolla normalisht që i kena pas, sepse fatkeqësisht ka njerëz shumë të ligë që i flasin. Do më thonë sikur atëherë kur ato parat që i kam nxjerr për Luizin, tavolinë apo për Gjestin, unë kam pas një lloj kontrolle, sepse njerëzit nga i nati edhe flasin. Më fal, sa ishte shuma që u premtua për Gjestin? Po ishte atëherë Big Brother Shqipëri, domethënë 100 euro. Tani ke patur takim me Gjestin, ja ke dhënë këto lekët? Jo, me Gjestin nuk se nuk e fitonte.
Unë e kam thënë edhe për lëvizjen e përgjegjësin që se nuk e fitojnë, unë jam Në gatshëm të të jap okej, shumë. okej, e mirë Edhe kuptueshme kur është. i kam zgjedhur ato para, domethënë në tavolinë, unë kam pas një lloj kontrolle këtu nga shteti belg, po ata e kanë verifikuar gjitha që kanë qenë parë legale nga banka dhe kemi vazhdu tutje, kështu që as edhe një lloj problemi kur në jetë se kemi pas. Tani, më thuaj sa është shuma më e madhe, kur flasim për këto qindra, mijëra, miliona lek, sa është shuma më e madhe që ti e ke shpenzuar brenda një nate? Brenda një nate, më me thonë që kemi shpenzuar ndoshta deri në 20-30 mijë euro kur kemi dalë me shoqërinë në diskotekë, po ka ndodhur. Tani kanë qenë me fat ato kamarierët që kanë qenë aty apo? Po besoj që po, që unë ne mirëm vetëm me këtë punë me gastronomi dhe e dim se çka hekin kamarierët, domethënë çfarë punë bëjnë. Dhe ata normalisht i shpërblem. Gëzohem. Fisnik, ju para një muaji konkretisht keni qenë i ftuar në televizionin Ora News, nëse nuk gabohem, në Shqipëri, ku keni folur për një ABC rast të News. ABC News, po më Po, falni, kur keni folur për një rast të një zonjës nga Durrësi, e cila do me thënë u bë lajm nëpër mediat shqiptare që kishte lënë fëmijët të vetëm në shtëpi dhe ishte aratisur në një farë mënyre nga shtëpia e vet. po. U publikua dhe një foto e cila rezultoi që të jetë më pas një foto e modifikuar që e kishin bërë me inteligjencën artificiale zonjën në Dubai, por ju patët të premtuar në atë kohë që do ta ndihmoni këtë familjen. Dhe dua ta marr tani këtë përgjigjen radh në kontakt me atë zonjën. Unë kam ra kontakt me televizionin vet direkt ABC News, sepse kam një kontakt shumë të mirë, shumë të shnosh me ta, dhe përmes tyne domethënë e kena ndihmu asaj gruas dhe ata e kanë sjell porosin tutje. Po direkt me atë gruan jo, nuk kam pasur në asnjë lloj kontakti sepse ajo pastaj është zhdukur dhe nuk e ka hapur fare as telefonit siç më ka njoftuar televizioni i ABC News. Ha, do me thënë televizioni e ka pas përsi për këtë gjë, sepse të pash Po, një intervistë edhe po, për atë arsye ta bëra si pyetje, sepse e di që merreni dhe me këtë pjesën e ndihmave që po. ndihmoni njerëzit e tjerë. Po, shiqo, Tyron, unë për nga pjesa bamirësisë, unë e ceki gjithë. Unë nuk kam qef ta ceki kur as një herë as një lloj bamirësie. Këto ja lë vetëm Zotit, inshallah ai më gjykon për këto gjëra, sepse bamirësia kur bëhet edhe publike, ndoshta nuk është edhe shumë e mirë. Por për transparencën, domethënë që ka dashur televizioni dhe për respektin që kam ndaj jush, po e them këtë gjë, por nuk kam shumë qef flas për bamirësi me të drejtën, vetëm e bëj një apel që ndihmoni sa më shumë njerëz sepse ka shumë nevojë si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni ku ka shqiptara në mban trojeve shqiptare, por mundësisht mos e bëni shumë publike, bëni vetëm për Zot, për Allah. E vërtet shumë. Tani do të prek pak në një temë që ndoshta ti edhe nuk e ke me qef, por unë dua të ndalem pak te kjo tema. Të flasim pak për ish bashkëshorten tënde Fjolla Morinën. Si thua? Po s'po prish i vllazëm, veç mos e vret mendjen. Fjolla ishte në Big Brother, e ke ndjekur ndonjë episod gjatë Me kohës të kur ishte në Big drejtën, Brother? nuk kam pas kohë ta ndjek Big Brother, por njerëzit normalisht duke e ditë situatën kanë bërë shumë, kanë dërgu video share në për TikTok, Instagram, këto gjëra, disa pjesë të vogla i kam pa, por me ndjek specifikisht për Zotin s'kam pas kohë. Tani, më thuaj pas gjithë kësaj kohe që ka kaluar mes juve të dyve, a mendon që ishte një dashuri e vërtet apo ishte thjesht një histori që u bë shumë publike në rrjetet sociale? Unë besoj që u bë më shumë publike në rrjetet sociale sepse diçka e sinqert. Shiqo, Tiran, unë mund ta them një gjë kështu konkret. Nëse dua unë, do me thonë t'je me dikë, do isha sot me atë person. Të ta jep kështu garancë 1.000.000%. Por gjitha gjërat nëse shkojnë me zor në jetë, vetëm dashuria nuk shkon me zor. Kështu që ai që e kupton e kupton. Do të thënë ti thua që nga ana jote nuk ka pas dashuri. Besoj e kuptuat. E kuptuam. Tani, dëgjoj pak. Kur Fjolla ishte në Big Brother, do ta tregoj dhe skenën se pastaj mund të thonë që Tiron ke shpifur.
Fjolla qëndronte në verandë së bashku me Londrimi, fituesin e këtij edicionit, dhe Fjolla i tregonte për jetën që ajo ka bërë më herët, dhe në një pjesë Fjolla ka cituar: "Unë i kisha të gjitha të mirat, që nga çantat më luksoze, që nga jeta më luksoze, por lumturinë nuk e kisha. Ç'të duhet paraja?" Mendon që Fjolla këtë gjë ndeshte të ta hedhën ty? Me të drejtën nuk e di fare, por nuk e besoj këtë gjë, sepse nëse do ishte vetëm paraja, njeriu besoj që nuk do bënte darsë me kësi lloj gjëjash. Kështu që nuk e besoj fare që ka qenë vetëm kjo gjë. Po mirë, a ke ditur ta bësh ti fjollën të lumtur, se në përkomente thonin që s'din të bësh fjollën të lumtur, apo qof një femër. Ju besoj që i keni pa gjitha gjërat që se tash masi hinëm kësaj teme, po dalim deri në fund. Kur ka qenë me mua, ka qenë sikur kjo mbrapa. Kështu që tani e keni pa edhe vetë se si në çfarë gjendje është, kështu që vlerësojeni vetë. Po mendon që dashuria ndaj teje që e ka patur Fjolla e ka sjellë në këtë, ta quajmë, depresionin, sepse Fjolla ka hedhur shumë akuza të forta. Po besoj 100%, sepse unë besoj që një femën kur i ka gjitha të mirat me atë person dhe nuk ka nevojë arsye për gjëra tjera, besoj që vetëm ndarja e jonë domethënë ka sjellë këtë në gjendje, 100% i sigurt. Fisnik, ma thuaj trot, çka diçka në jetën tënde private që publiku vërtet nuk e di dhe ti dëshiron t'ia thuash? Shiqo Tiran, unë e kam mësu në jetën time private du ta mbaj sa më shumë sekret, sepse kur diçka e bën publike, ajo gjë vetëm shkatërrohet edhe më shumë. Kështu që kam marrë shumë mësime të mira për këtë gjë dhe kam vendosur që jetën time private, domethënë ta mbaj gjithmonë shumë private. Sikur për shembull fëmijët e mi unë kurrë në jetë nuk i ekspozoj, sepse është diçka e shajt në jetën time, por edhe lidhjen time të ardhshme besoj që do ta mbaj sa më shumë private. Lidhjen tënde të ardhshme, tani sapo konfirmove që je single. Unë jam single, jam për momentin single jam, po mund ta them troç. Për momentin. Po. Nëse do të kthehesh në kohë, a do ndryshoje diçka në jetën tënde sentimentale? Besoj e kupton. Po. Shiqo, unë gjëra që i bëj nuk jam shumë pishman me të thënë drejtën, çka ka ndodhur dhe nuk mundesh ta kthesh mbrapa, por vetëm jam shumë pishman kohën që e kam shpenzuar me disa njerëz që nuk ja ka vlerë. Por këtë gjë po, e kisha kthy mbrapa dhe nuk e kisha kalu kohën me disa persona që nuk ja vlen fare këtë jetë. Tani përflitet shumë, do me thënë janë këto gojthënat, sepse unë aty jam bazuar në skenarin që kam adresuar drejt jush. Do me thënë përflitet shumë, unë edhe di pse ju jetoni në Bruksel, por që ju vitin e ardhshëm mund të jeni pjesë e Big Brother VIP Albania 6 në fakt. Sa është e vërtet kjo gjë? Shiqo, unë pikës pari kam shumë respekt për televizionin Top Channel Shqipëri, sepse që dini edhe vetë shumicën e intervista unë i jep atje. Jetës nuk i dihet kurrë për Big Brother ose kësi lloj gjë formatash, po tani në këto momente si jam nuk besoj që isha fut, sepse koha, domethënë dhe bizneset dhe fëmijët që i kam nuk besoj që kisha mujt me i lënë vet për një kohë të gjatë. Okej. Por jetës gjithsesi nuk i dihet kurrë, ndoshta mund të ndodhë kjo të ardhmen, thjesht sa për me hi aty dhe mjaft tregu se si luhet loja aty mbrana. Se si luhet loja, pse këto që janë tani nuk kë favorizon më së shumti nga këto nëse Me kanë dalë të nëpër TikTok. drejtën betohem, unë në Shqipëri nuk e kam pa Big Brother si vjet hiç fare, as të Kosovës, as Shqipërisë, dhe nuk di çfarë them për këtë pjesë hiç. Okej. Po mirë, supozojmë që do të hysh vitin e ardhshëm. Çfarë pjesën tënde do t'rregoje aty? Çfarë karakterin tënd do nxirje? Mendon që publiku do të njihte një fisnik që s'kan patur fatin ta njohin? Unë Tiran jam shumë njeh gjithmonë si me ty tani në intervistë, si me njerëzit që i kam përreth, unë nuk ndryshoj fare. Ky që jam, si në televizion, si në jetë private, si ku shumë nga rrjete i ngushtë e din, domethënë
realitetin dhe unë do jem gjithmonë ky që kam qenë, i hapur, transparent për gjitha gjërat. Fisnik, ti gjithmonë je parë në një jetë shumë të lumtur, shumë të pasur, me veshje goxha të shtrejta, me makina super luksoze, por a e ke ndjerë në ndonjë moment të jetës tënde se i gjithë ky luks nuk të ka bërë të jesh i lumtur? Kështu që mua më bëjnë disa gjëra më të lumtur se sa jeta e luksit. Domethënë, pikë pari, ne shqyr Zotit e kemi shëndetin dhe kjo është mbi gjitha. Shqyr Zotit e kam familjen të shëndosh, fëmijë të shëndosh dhe kjo është për mua e gjitha. Domethënë, nuk kam nevojën e vetëm ta kem luksin për me u ndi mirë. Kur e kam shëndetin mirë, familjen mirë, kupton Zoti ecin bizneset mirë, kjo mjafton për mua, sepse luksi ndoshta sot e ke, nesër edhe mund nuk ta kesh. Por kur i ke këto gjëra elementare, domethënë shëndetin, këto gjëra të jetës, për mua kjo mjafton. Fisnik, për fund, a mendon që njerëzit të respektojnë për atë që ke apo për atë që je? Njerëzit që më njohin nga afër për atë që jam, njerëzit që mundon të afrohen në jetën time për interes për atë që kam. Faleminderit shumë që ndave nga koha jote për të qenë pjesë e emisionit tim. Faleminderit, respekt, ishte kënaqësi. Respekte. E pra të dashur miq, ishte ky Fisnik Syla, i cili në një farë mënyre na zbërtheu disa nga sekretet e jetës së tij. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin ton.